Marë vitin e kalumi, ko marë 240 kg mjallë gërsenës. E 240 kg ka 25 euro, është një rrogë e mirë. Prej toshit. Dhe më thonë, veç një heri kom kontrolu gjitha, ja kom qitë kaj kulasha, që më thonë dikush i thot po gaqa, dikush kulash, ja kom qitë kaj kulash, mjë një mu pak në ushqim se sa është toftë nuk u zonë me i hapë, me afru ushqimin, ato e marrin ushqimin, shkojnë të u largu ushqimin. Mirë po bleta rënë në bos. Dhe më thonë bëhet në qendër kosherës, bëhet bos punat ftoftit, se ashtu e kryon temperaturën, e kur është ftoft nuk u zonë me i hapë ma shumë, vetëm sa t'ja u qes një kulaç. Tash fillon të nxehet moti, atëherë duhet me ja kthyer ushqimet që kanë më larg, me ja afru më afër, e këto kush është zbrast, ajo largohet, ose ato zbrastën e lën për me pjell oma, me pjell bo. Dhe më thonë mu rrit, se që ato miza që hinë në dimën ato në pranverë s'duken. Kjo fillon qysh tani, që 2 javë ka fillu me lëshu botë të reja, me kryu shëshni të reje, e këto që në bjeta këto shkojnë të ushdu, të dhe. Bleta ka jetën 25 ditë, çdo mizë. E vetëmja oma është që jeton dhe në 6 vjetë. Mirë po 2 vjetë, 3 është produktive, mas 3 vjetë e fillon me pjellë më pak. Kështu që çdo 2-ën, 3-ën vetë duhet me ndru omen për me pas shëshni të fort. Shëshnia fort bjen mjatë më shumë, edhe qështu është. Është e lëshme, mirë po nuk kom nevoj mu ngut, mu lodhë që shumë, sa di këshyri 2-3 copa, nesa 2-3. E lëshme është se kjo kur të ngarkohet me mjallë, për shembull, vetëm një kat i saj mundet me pas deri në 50 kg. E unë sot moshë të eme me marrë ato, me shvendos port, me qita petnet, ka punë. E lëshme është, po nuk e mundoj vetën shumë, 2-3 sot, 2-3 nesa, kështu që shkoj rregullisht, ty kontrollu, ty se donë edhe shërim, mi trajtu pe i morrit, s'muja me keq e bletës është morri i bletës, baroa thirrët. Pe asaj duhet murujt shumë se e shkatron bletën shumë shpejt. Duhet mos me lonë me përparu baroa në bletë, po mi najtë gati, mos bën me dorë se ma keq është. Kur të tutesh me dorë bletën është ma keq. Sa ajo për të banë? Ajo të sënon edhe mozitën. Kështu vetëm duhet me këqyr, me prita për tanë ajo. Për të, bletaria nuk është thjesht një angazhim në vitet e pleqërisë, por një pasion dhe burim i qëndrueshëm. Po i kanë hargjime mirë, po shteti dhe kush i ka 30 copa jep subvencionet. I marrim ka 20 euro për bletë, 25 euro. E që ato 25 euro një mujnë, se duhet në vjesht mi ushqy me shërbet, me barnisat ndryshme, e që ato ndimojnë pak që ato subvencione. Mirë po, punë kanë ma shumë, punë kanë bëllë. Do më thonë vitin e kalum, dhe i ka lulu kështoja, asë një sen s'ko marrë, vetëm mu ka dasht me i ushqyje. Se qaq nuk pat kullos, mu ka dasht me ju një muë, për me jetu ato dhe i fillon kullos e kështojës. Kur filloj kullosa e kështojës, do më thonë që 3 vjetë marrë mirë për i kështojë. Për i që tyne 30 copa në ashtar nuk e rëkon gjitha se kanë thonë mjallë, se dikush ngell, nuk është përdu se stagnon me zhvillim, e dikush zhvillohet. Që ato që zhvillohen, që ato të njëmojnë, e i kom marrë vitin e kalumi, i kom marrë 240 kg mjallë gërsenës. E 240 kg ka 25 euro, është një rrogë e mirë.